ju jeni praktikues të fesë e tatë edhe më herët edhe institucioni familje, është shumë i rëndësishëm këtë e keni thënë si qëndrim tuaj e argumentuar. Shumë prej njerëzve mund të kishin menduar se bashkëshortja e Manit duhet të jetë me mbulesë, nëse ky po ka qëndrime kaq të forta edhe është praktikues i fesë. Ka qenë ndonjëherë Albina në dy mendje rreth vendimit për mbulesën, apo nuk është se e çon pesh për ju? Jo, këto janë çështje personale të individit, se a dëshiron mbulohet, a dëshiron të praktikoj fen, apo çfarë të qofshin këto. Ai angazhimi edhe deklarimi im ka qenë që çdo kujt duhet të jepet e drejta për cilën ai kërkon edhe për cilën gjitha ligjet dhe gjitha konventat ndërkombëtare ju garantojnë. Nuk mundemi me diskriminu askënd për shkak të dukjes ndryshe apo praktikimit të ndonjëritit ndryshe nga që neve mundet me na pëlqy. Edhe kjo nuk ka pas bëj angazhimi im për shkak të bindjeve ose qëndrimit tim personal ose për shkak të nevojave të mia personale. Por që ajo unë besoj që është një vlerë e cila duhet me ju garantu se cilës gru e cila dëshiron tjetoj në atë mënyrë, aja duhet me pasë të drejten, se cila gru e cila dëshiron të shkollohet, qof me mbulesë, qof me pambulesë, i garantohet madje edhe me ligjet Kosovës edhe me kushtetutën e Kosovës. Unë problemin e kom pas me ata të cilët e kanë shkelë edhe ligjin edhe kushtetutën, të qenë edhe në pozita udhëhecëse shtetnore, edhe nuk duhet me qenë tolerueshme prej shoqërisë në përgjithësi e në veçanti prej neve që angazhohemi direkt me politikën. Për ndryshe, këto është çështja e praktikimit fesë, çështja e dukjes, këto janë çështje personale të cilën na nuk kemi të drejtë as të ndikojmë as të obligojmë askënd me këto çështje, por thjesht duhet t'i ofrojmë të drejtën secilit që të vendos për jetën e tij, mënyrën e jetesës, çysh ai dëshiron me jetu.